Ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska, ka ngritur sot shqetësimin e rënjes së numrit të nxënësve, duke thënë se këtë vit ka 200 klasa më pak në arsimin fillor dhe 100 më pak në atë të mesëm. Sipas të dhënave që ndau sot ministrja, vetëm rreth 14.500 nxënës janë regjistruar në klasë të parë. Megjithse, ky nuk është numri përfundimtar, sepse regjistrimi i nxënësve të klasës së parë, që humbën afatin e regjistrimit, vazhdon deri në fund të shtatorit. Ndërsa po ashtu njoftoi se 26 shkolla rurale pritet të mbyllen natyrshëm për shkak të mungesës së nxënësve. Ajo që kemi arritur të bëjmë është se për momentin kemi rreth 200 klasa më pak në arsim fillor dhe 100 klasa më pak në arsimin e mesëm. Theksoi se kjo po bëhet për të mundësuar socializimin e nxënësve, cilësi më të mirë të arsimit për nxënësit dhe jo një ekzistencë të izoluar në një mjedis të caktuar rural, ku mbizotrojnë parime të caktuara përfshirë stereotipe të caktuara dhe ku cilësia e arsimit nuk mund të jetë e përshtatshme për shkak të numrit të vogël të nxënësve, sidomos nëse flasim për klasat të kombinuara ku mësojnë nxënës nga 3 klasa të ndryshme, për aq sa lejohet me ligj. Ajo shtoi se mësimdhënia në klasat të tilla të kombinuara do të zbatohet vetëm aty ku janë të detyruar. Do me thënë, nëse shkolla rajonale, rurale, ndodhet më shumë se 15 deri në 20 kilometra larg nga shkolla e parë qendrore më e afërt. Ndërkohë, ajo theksoi se në këtë moment, asnjë mësues i punësuar për një periudhë të pacaktuar nuk është të pushuar nga puna, dhe se në disa komuna të Shkupit, siç është aerodromi, nuk ka numër të mjaftueshëm mësuesish dhe ajo pret që të ketë disa punësime atje. Në të gjitha shkollat e tjera jashtë Shkupit personeli është i mjaftueshëm. Kjo është arsyeja pse masa është një qëndrim më i gjatë i nxënësve në shkollë. Klasa me qëndrim tërditor, ku në një klasë le të themi për 20 fëmijë do të punojnë 2 mësues, njëri në njërën gjysmë të ditës, tjetri në gjysmën tjetër të ditës, me detyrimin për të punuar me fëmijët deri në orat 16, që prindërit të jenë të lirë, që fëmijët të mos vuajnë nga ndikimi i gjyshërve, të cilët sigurisht kanë parasysh interesat më të mira të fëmijëve, por fëmijët kudo në botë po fillojnë të shkojnë në kopshte dhe shkolla gjithnjë e më herët. Sa i përket teksteve shkollore, ajo tha se ato janë shpërndar dhe nxënësit do t'i kenë në banka që në fillim të vitit të ri shkollor. Janevska shtoi se tashmë po planifikojnë më seriozisht numrin e teksteve të nevojshme, përfshirë zëvendësimin e atyre të dëmtuarave, ndërsa thekson se lëshimet janë zvogëluar gjatë 3 viteve të fundit.